Besnik, koalicion mes Përparim Ramës dhe PDK-s, apo mes LDK-s dhe PDK-s në Prishtinë? Jo, absolutisht. Pajtojnë një pjesë të asaj që e tha dhe prova, realisht është prit me ndodhë një koalicion i tillë. Në fakt po dalin këto mandatet e dyta të kryetarëve të komunave në Prishtinë, po dalin interesante. E kemi pasur rastin e Shpendametit që në mandatin e dytë e bën atë shkputjen prej vetëvendosjes, tash e kemi me njerë, domethënë, edhe pse Shpendi pa të prit një periudhë pak më të gjatë, tash e kemi me njerë një lloj shkputje tashmë nuk ka nevojë kjo me u pasi diçka që s'ka ndodhur, sepse po shihet para opinionit dhe besoj se cili sot e ka kuptuar që ekziston një lloj ndarje e qartë, planesh, idesh për të ardhmen e qeverisjes Prishtinës mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe në këtë rast kryesisë aktuale të LDK-s, sepse unë vazhdoj me i besu një pjesë që ndoshta zotëri Rama nuk mendoj që zyrtarisht është pjesë e PDK-s, po mendoj që zotëri Rama zyrtarisht e ka hap një lloj kandidature e tij dhe e ka shpreh interesimin e tij për të shndruar në një figurë që në të ardhmen mund të shndrohet një faktor politik në Kosovë. Nuk mendoj që në Partinë Demokratike të Kosovës, por këto lëvizjet e fundit të cilat po ndodhin në skenën politike dhe ndoshta besoj edhe rikthimi që po pritet prej momenti zonjës Osmani që të zyrtarizohet në LDK, siç duket i ka trazu ujrat brenda LDK-s edhe aty janë bërë disa lëvizje të reja, janë kriju disa mendime të reja, disa plane të reja të brendshme, vetë strukturave të LDK-s, që ndoshta ta afirmojnë më tej për zotërin Rama dhe t'i japin një pozicion tjetër në Lidhjen Demokratike të Kosovës, jo të mbetet vetëm kryetari i komunës së Prishtinës. Normalisht nëse kishim me fol për një komunë tjetër, po besoj kish me qenë me të vërtetë ndoshta çështje e nivelit lokal, siç u tha sot nga zyrtarët e LDK-s, por kur flitet për Prishtinën asnjëherë nuk është çështje e nivelit lokal, sepse Prishtina ka përmasa të tjera. Dhe nga ajo që po shihet sot, ndoshta në LDK mund të kemi lëvizje edhe më të mëdha këtyre momenteve, edhe pse është, unë e thash edhe sot më herët me një shkrim që është momenti më i keq, sepse të ndodh kjo pikërisht në fazën zgjedhore, besoj nuk është e heshme korrekte as prej zotërit Ramaj, që është kryetari i LDK-s, në këtë rast është kryetari i Prishtinës për shkak të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është ajo partia e cila e ka promovu. Dhe normalisht është momenti më i keq për LDK-n me tregu kësi lloj ndarjesh, kësi lloj përçarjes brendshme, sidomos duke lidhur edhe me faktin që kohëve të fundit zotëri Rama ka qenë një figurë ndryshe prej asaj që jemi mësuar me i pa figurat e tjera, ka tentuar me paraqit atë politikanin pak më shumë neutral, duke tentuar me kapitalizu vota jo vetëm prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, por e ka kapitalizuar një numër të votave kësaj radhe, sepse LDK-ja pas një periudhe gjatë ka arrit me dalë para parti edhe në zgjedhjet e tetorit para ballotazhit. Domethënë para ballotazhit LDK-ja ka pas kohë gjatë që nuk ka dalë parti e parë, ndërsa kësaj radhe për shkak të këtij lloj pozicionimi i zotit Ramës e ka të rejkë edhe një pjesë elektoratit të PDK-s, ndoshta edhe një pjesë elektoratit që në kalume nuk ka votu, për shkak këtyre farë pozicioneve përkrahase, sidomos krerëve të Tushit Çlimtare të Kosovës, prandaj pjesëmarrja në ato protestat, organizimi dhe përkraja e këtyre protestave. Pra një farë forme zotëri Rama vetë se kishte filluar me marrë një lloj kajet, një figure që po distancoi gradualisht prej partisë. Dhe kjo tashmë e hap rrugën, dhe unë po them kështu zyrtarisht, zotëri Rama futet si pjesë e garës politike në Kosovë, ndonsa ai ka tentuar në disa raste mu paraqit që jo, nuk kam ambicie as të bëhem kryetari i LDK-s apo të marr pozicionet e tjera, mendoj që kjo është veç një nisje prej sot dhe tutje, do të jetë një nisje dhe një momentum i ri për figurën e. Një minutë se do dalë të më një herë veç shumë shkurt, Besnik, konsideron që zoti Rama mund të jetë kërcënim serioz politik për Abdi Xhikun në këto momente? Unë nuk mendoj që zoti Rama, unë mendoj që këtu do të me ardhen me rikthimin e Vjosa Osmanit do të rehabilitohet edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe do të rivendosen një herë për gjithmonë pozicionet. Ndoshta kjo lëvizje që ka ndodhur sot hap rrugë që brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës procesi zgjedhor të shpejtohet dhe përkundërse kemi pas një rikonfirmim prej votimit fundit që është rikonfirmuar zoti Abdi Xhiku sekretari i LDK-s, ndoshta kjo që ka ndodhur në Prishtinë mund ta përshpejtoj procesin e
zgjedhjeve të brendshme, besoj pas që zgjedhjeve, do të normalisht ketë që pas edhe zgjedhjeve të arsye më shumë. 7 qershorit, kjo vetë se do ta dhe ndoshta ky mund të jetë edhe një momentum tjetër për t'i hapur rrugën edhe zonjës Osmani që ta merr pozicionin Drejtimin. dhe drejtimin e lidhjes demokratike. Okej.